A janë fitues ka të vërtet për atë dheu? Po ju pyes, a është fitues një politikan kur atë dheu zbrazet? A është fituese një parti politike kur atë dheu zbrazet? A është fitues një politikan që fiton pjesa e tij dhe më poshtë e dominon pjesën tjetër, ai që fiton i merr të tëra dhe i poshtron ata që kanë humbur? Atëherë për çfarë ka nevojë Shqipëria? Për çfarë ka nevojë Shqipëria? Dhe kjo është pyetja që ne ja kemi bërë vetes në momentin që e kemi ndarë mendjen të hyjmë kësaj sfide. Shqipëria ka nevojë për besim, nuk ka nevojë për fitues. Shqipëria nuk ka më nevojë për fitues.